Sistemi i ri i hyrje-daljes EES i Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqi zyrtarisht të premten. Ky sistem vlen për qytetarët që nuk janë shtetas të bllokut evropian. EES është sistem digjital që zëvendëson vulosjen manuale të pasaportave për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta ku hyjnë në zonën Schengen. Ky sistem regjistron të dhënat biometrike, gjurmët e gishtë-rinjve dhe imazhet e fytyrës, si dhe të dhënat personale dhe të dhënat e udhëtimit, me qëllim përmirësimin e sigurimit kufitar, zbulimin e atyre që te i kalojnë afatin e qëndrimit dhe parandalimin e vjedhjes së identitetit. Sistemi EES do të zbatohet për qytetarët që mbajnë pasaporta biometrike, pavarësisht nëse u duhet vizë për të hyrë në BE apo jo. Zbatimi i pjesshëm i këtij sistemi kishte filluar në tetor të vitit 2025. Për zyrtarët e Komisionit Evropian, ky është sistemi më modern në botë që ka treguar tashmë rezultate konkrete. Me sistemin e hyrje-daljeve, ne po ndërtojmë sistemin kufitar më modern të IT-s në botë dhe tashmë po i shohim rezultatet. Në 5 muajt e fundit, janë regjistruar më shumë se 45 milion hyrje dhe dalje, ka pasur më shumë se 24.000 refuzime të hyrjeve, nga të cilat mbi 600 njerëz janë identifikuar si kërcënim për sigurinë e bllokut ton. Pra, kjo tregon vërtet se po funksionon për qëllimin për të cilin u miratua fillimisht, tha Ariana Podesta, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Megjithatë, disa shtete anëtare tashmë po përballen me probleme teknike. Belgjika, përveç Francës dhe Holandës, për shembull, e kishte njoftuar tashmë Komisionin Evropian se sistemi nuk do të ishte plotësisht funksional në të gjitha pikat kufitare deri në afatin e caktuar ligjor, përkatësisht më 10 prill. Këto vende janë përballur me radhë pasagjerësh në aeroporte në muajt e fundit, të cilat në disa raste kanë rezultuar në pritje prej disa orësh në pikat kufitare. Zëdhënësja e Podestës konfirmoi se Komisioni Evropian ka qenë në kontakt me vendet që përballen me probleme, duke ndarë praktikat më të mira nga ato shtete anëtare ku sistemi po funksionon shumë mirë. Zyrtarët kompetent të Komisionit Evropian pohojnë se duhen mesatarisht 7-10 sekonda për të regjistruar një hyrje ose dalje. Megjithatë, lejohet fleksibilitet për të siguruar rrjedhjen e qetë të kufive, veçanërisht duke pasur parasysh sezonin e verës ku priten lëvizje të shtuara. Ky fleksibilitet do të jetë i mundur vetëm gjatë muajve të pushimeve verore. Rregullat e u lejojnë shteteve anëtare të pezullojnë regjistrimin e të dhënave biometrike në një farë mënyre për të pezulluar pjesërisht funksionimin e EES-s në rast të kohës së tepërt të pritjes. Kjo mundësi ekziston deri në shtator, duke mbuluar kështu periudhën e verës kur mund të pritet rritje e trafikut, tha Podesta. Sistemi EES shihet si një mënyrë për të siguruar sigurinë e kufive të BE-s. Udhëtarët që qëndrojnë më gjatë se afati i lejuar i qëndrimit të tyre në BE 90 ditë në një periudhë 180 ditore, konsiderohen se qëndrojnë jashtëligjshëm në zonën Schengen dhe do t'ju nënshtrohen një procedurë kthimi. Sipas rregullores së Komisionit Evropian, vendimet për kthim në rast të caktuar do të shoqërohen me një ndalim hyrje, kur nuk është dhënë një periudhë për largim vullnetar ose kur detyrimi për të kthyer nuk është përmbushur, ndërsa në raste të tjera mund të vendoset edhe një ndalim hyrje. Si ndalimet e hyrjes ashtu edhe vendimet e kthimit do të regjistrohen në sistemin EES. Kohëzgjatja e ndalimit të hyrjes do të përcaktohet duke marrë parasysh të gjitha rrethanat përkatëse të rastit individual dhe si rregull nuk do të kalojnë 5 vjet. Nëse personi ndaj të cilit zbatohet ndalimi paraqitet të kalojë përsëri kufirin Schengen, hyrja do t'i refuzohet në kufi dhe të dhënat e refuzimit do të regjistrohen në sistem. Në raste të caktuara parashikohet edhe mundësia e pavlefshmërisë së pasaportës pas përpjekjes për hyrje.